الخيانة إنها الخيانة إنها الخيانة هي التي تقضي على المشاريع. إنها الأيدي التي تلبس رداءنا ثم تطعننا في الخاصرة. إنهم أولئك الخبثاء الذين جندوا أنفسهم للشيطان ويظنون بأنهم يقدرون على صوت محمد. وأقصاه وأقصاه وأقصاه. إننا بحاجة أن نسمع أنينه وحنينه وزفراته وآهاته. تركناكم إخواننا تقتلون على مرة ومسمع منا جهارا نهارا، ولكن عهدا لربي وعزتك وجلالك سنصلي في رحاب الأقصى في القريب العاجل بإذن. Sot kemi vendosur të flasim me të për atë se si të rinjt mund të mashtrohen vetë nga grupet e devijume, posaçërisht grupet që kanë ekstremizëm. Dhe kemi marrë si shembull për këtë Ebul Qaqa'an që ka qenë në Siri. Dhe ai mbrapa tij janë mashtruar shumë të rinj. Dhe shehu na tregon diçka për këtë punë. نعم يعني هو أبو القعقاع يعتبر هو من كبير أو أكابر الرواد الذين حرضوا الشباب على الجهاد بالوسائل هذه التي هي طبعا مصنوعة عند الكفار. نعم إيه. Ebul Qaqa'a është i njohur se ka qenë prej nxitësve që kanë nxitur në xhihad me këto mjete. Kur amerikanët e pushtuan Irakun, pushtetarët në Siri u friksuan se amerikanët do të pushtojnë edhe Sirin. Dhe bën një plan që t'i shqetësojnë amerikanët në Irak që mos t'jenë rahat atje, që të mendojnë për ta pushtuar edhe ta pushtojnë edhe Sirin, dhe bën një plan që t'i shqetësojnë ata. Prandaj thot plani u bë si t'i shqetësojmë amerikanët, dhe ata thanë po, ka në botën islame ka plot çuna të ri të cilët janë të etur për xhihad fi sabilillah, dhe ata mund të shfrytëzohen për të shqetësuar amerikanët. Dhe kjo detyrë thot ju dha shërbimit sekret të aeronautikës të Sirisë. Prandaj thot ka qenë thot një general i mukhabarat, thot i shërbimit sekret sirian, ka pasur Muhammed Ketur, e ka thirr Ebul Qaqa'an dhe i ka thënë amerikanët janë në Irak dhe ata mund ta sulmojnë Sirin. نعم. فيجب علينا أن نحيي الفريضة الغائبة فريضة الجهاد. Prandaj ne duhet ta ngjallim këtë farzin e humbur, farzin e xhihadit. Dhe Ebul Qaqa'a thot e kishte ëndër këtë opcion, këtë ofertë. I ka thënë tani shko në xhaminë e Tawabin, në xhami e re në Haleb, në lindjet e Halebit, dhe thirrri rinin, ishte lagje e njerëzve të varfër atje, dhe thirrri rinin për xhihad. Pastaj thot u përhapën shumë këto kaseta, se atë s'ka pas këto YouTube e këto gjëra. Thot janë përhap shumë kasetat e tij dhe shumë rini kanë ardhur te Ebul Qaqa'a që të shkojnë në xhihad. Dhe ky i mirte dhe i përgatiste me arte marciale, thot me judo, me gjëra tjera. Pastaj thot vinin makinat e shërbimit sekret sirian dhe i dërgonin për në kufit të Irakut. Pastaj thot amerikanët vërejtën se po vinë disa sulme që nuk i kanë parë më herët, nga njerëz që nuk i kanë parë më herët, e studiuan çështjen dhe e pan se burimi i tyre është Siria. Dhe i kanë dërguar një kërcënim Sirisë, i kanë thënë nëse nuk ndaleni nga kjo punë, do ta pushtojmë Sirin. Pastaj thot ata thot u bë thot ai shkaku që ata do të mendonin se do t'i lodhte amerikanët, nuk do të mendonin që ta pushtojnë Sirin, thot u bë shkak që ata të mendojnë ta pushtojnë Sirin. Pastaj thot sirianët shkuan dhe bën një hendek me të rrës, hendek në mes Sirisë dhe Irakut që të pengojnë mos të futen në Irak. E lanë disa vendkalime, mirë po ato mund të kalon të vetëm ata të cilët i lejojnë pikat kontrolluese të policisë. Dhe ata që do të ktheheshin te shtëpitë e tyre pasi që po mbërfundonin luftën në Irak, këta i kapnin te ato vendkalimet e caktuara.
dhe ata të cilët i dërguan në kufi që të luftojnë në Irak, kur u kthyen nga Iraki të njëjtët thot i morën dhe i burgosën. Pastaj ata dëgjuan se kush kthehet në Siri, burgoset dhe pastaj u ndaluan dhe nuk ktheheshin më. Dhe një grup i vogël prej tyre vazhduan të qëndrojnë në Irak. Dhe thot me këtë thot mbaroi thot grupet që dërgoheshin për në Irak. Mirë po mbeti Ebul Qaqa duke bërë zhurmë. فيريدون أن يتخلصوا منه أيضا. Dhe ata tani duan ta çlirohen prej tij. Po si të çlirohen nga ai, si ta hekin qafesh? A do ta fras generali Muhammed këto dhe thot mbaroi puna jote? Jo, nga se është ka bërë vllazëri muslimane bashkë me këtë generalin Muhammed këtu. Dhe thot ja lan detyrën thot komandantit kryesor të shërbimit sekret të aeronautikës. Thot ai s'kishte kur marrëdhënie me Ebul Qaqa. E thirri thot në Damask, e lavdoi, i ka thënë shkaqet që ishin të cilat na nxitën që të ngjallim farzën e xhihadit kanë mbaruar, prandaj ti duhesh të ndalohesh nga hutbet që i mbaje për xhihad. وكان أبو القعقاع يلبس اللباس الإسلامي يعني يضع هذه القبعة طبعة الباكستان هذه والثوب أيضا الباكستاني هكذا. قالوا يا أبو القعقاع أنت إذا كان هيك بدك تبقى الشباب يلحقوك بالطريق لازم تغير شكلك. Prandaj thot Ebul Qaqa para kësaj thot vishej me rroba islame, vishej me stilin afgan, me atë kapelën afgane dhe me shallvare afgane. Dhe këta i thanë Ebul Qaqa, nëse ti vazhdon kështu, pasi që e le tani hutben, nuk bën të vazhdosh të veshësh në këtë mënyrë, nga se do të hetojnë. Prandaj thot pas kësaj thot Ebul Qaqa thot ju bind krye urdrave, e ruajti mjekrën dhe veshi pantallona jeans pa merka. Dhe pastaj ata grupi që kishte Ebul Qaqa në Haleb e panë se çfarë bëri Ebul Qaqa, than u tubuan dhe than Ebul Qaqa është bërë murted, ka lënë fenë Allahut. Dhe e llogaritën i bën llogaria atij thot në bazë të rregullave që ai ja kishte mësuar atyre. Dhe e dënuan me vdekje. وبينما كان خارجا من صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة وإذ اغتالوه بكاتم للصوت في دمشق؟ لا في حلب. في حلب. Dhe thot vendosën ta dënojnë me vdekje dhe një ditë duke dalë nga namazi i xumas Ebul Qaqa, duke dalë nga namazi i xumas tani do të ndruar ai thot me mjekër truar, me pantolla jeans, thot e vran me pistolet që kishte me silenciator, do të thotë që nuk i ndihe zhurma. Dhe kështu thot mbaroi historia thot Ebul Qaqas, thot i cili i ka qenë shkak që me mia çuna të ri, shebab të futen në kurthat e kësaj lufte që nuk ishte e barabartë. Dhe sa me mia thot ndoshta janë vrarë për shkak të tij. Prandaj thot çdo herë kur të shihni dikë të tillë sikur Ebul Qaqa, dijeni në këtë situatën sikur tonën se ata janë të paguar dhe të sponsorizuar nga shërbime sekrete, qofshin ato arabe apo perëndimore, që qëllimin e tyre kanë që t'i heqin qafe rinin e cila është e nxitur dhe rinin e cila është e gatshme të luftojë fi sabilillah. Dhe të dëgjojnë dhe të marrin mësimet e tyre prej dietarëve, prej alimave të cilët janë të njohur për kapje të fortë për fejt Allah dhe për davet në rrugt të Allahut në mënyrë të mirë. Sikurse Imam Albani, Ibn Bazi, Uthemini dhe ata të cilët e pasojnë rrugën e tyre. Këta duhet të dëgjohen dhe ata thot të cilët janë anonim, me zhul, ata nuk bën thot asesi të dëgjohen. نعم. Barakallahu fikum. Allah yazikum al-khair. Barakallahu fikum.